herë të parë pas shumë vitesh, Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit ka pezulluar aktivitetin dhe mund është mbledhur prej të paktën 4 muajsh. Shkaku kryesor lidhet me situatën në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, konkretisht me përballjen e ish-ministres Belinda Balluku me drejtësinë. Mbledhja e fundit e KKTU-s është zhvilluar më 23 tetor të vitit të kaluar, që prej asaj kohe, shumë biznese janë detyruar të shtyjnë projektet, pasi nuk kanë mundur të sigurojnë lejet e ndërtimit. Bllokimi nuk ka prekur vetëm ndërtimet private si kullat apo risorte turistike, por edhe investimet publike, të cilat gjithashtu varen nga miratimet e këtij institucioni. Ngërçi ka ndikuar edhe në klimën e tregut. Sipas treguesit të ndjesisë ekonomike të Bankës së Shqipërisë, sektori i ndërtimit ka pësuar rënien më të madhe të optimizmit, me indeksin e besimit që ka rënë me mbi 6%, megjithse mbetet ende mbi mesataren shumë vjeçare. Më herët, për shkak të ritmit të lartë të ndërtimeve, KKTU mblidhej pothuajse 2 herë në muaj, por pas marrjes së Belinda Ballukut si e pandehur nga SPAK në nëntor, mbledhjet u ndërpren, duke qenë se Ministria Përkatëse ka rol kyç në planifikimin dhe rregullimin e territorit. Së fundmi, kryeministri Edi Rama ndërmori ndryshime në qeveri, duke zëvendësuar Ballukun me Enea Karakaçin. Këto lëvizje pritet të çojnë në rifillimin e mbledhjeve të KKTU-s në ditët në vijim.